Hamdi i takon Allahu Gjelle Gjelalu, falenderimi i takon të madhit Zot. Ate falenderojmë, të ka i mbështetim dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Bim salavat dhe selam bi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, bi shokët e tij, mbi të gjithë besimtarët përgjithësi dhe mbi juve vëllezër veçanti. Selamullahi aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe shumë të respektuar xhamatli, qytetarët i vendit. Nëse i hedhim një shikim personalitetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe asaj ati rrethi të ngusht të tij që qëndruan besnik fjalës së tij, gjithsesi fjalës së Zotit dhe udhëzimit të tij alayhi salatu wassalam, shohim qartë se për 23 vite me radhë, sa ai Muhamedi alayhi salatu wassalam jetoi si pejgamber i Zotit, për 23 vite me radhë në Mekë dhe Medine, 13 Mekë, 10 Medine, për këto vite arriti të bëj revolucion, arriti të ndryshoj gjendjen e shoqërisë ku ai jetoi. Ai arriti për 23 vjet të bëj ndryshime të jashtëzakonshme mbi shoqërinë që ai jetoi. Këtë është mirë sot shumë shkurt japim pak shkëndija rreth këtij botkuptimi, rreth kësaj qasje, që mendoj se duhet mi hap syt mirë edhe me fol secili me vetveten dhe me shiqu familjen e vet, dhe pastaj me shiqu shoqërinë e vet, se ku është vet familja dhe shoqëria, e sheh ku është dhe kthen kokën, ti vet mund ta kthesh kokën sinqerisht, ka feja islame, ka Muhamedi alayhi salatu, ka jeta dhe vepra e tij, ka 23 vjeçarsh i tij dhe ndryshimet që ai bën në shoqërinë e vet. Dhe pastaj me mujt me krahasu vetveten, duke fillu prej vetvetes, me krahasu veten me atë dhe me kohën e tij, me gjitha kushtet që i kemi sot, mu mundu me ardhetën i botën i krahasimit, që ky islam ka qenë në atë kohë, që ky Kur'an ka qenë, që ky Kur'an zbritte, bile nuk ishte i tërë, ishte duke zbrit për gjatë 23 viteve. Dhe të arrihet në këto ndryshime madhështore, të nxjerr shoqërinë me kase, edhe shoqërinë e arabëve, prej ignorancave të thella të ndryshme, prej dalaletit, prej devijimeve të qarta, të thella, shumë vjeçare, shekullore, të nxjerr në dritë, në dritën e të gjitha fushave të jetës. Resulullahi alayhi salatu wassalam i nxori shoqërinë e vet nga humnerat e ndryshme në fushën e moralit, edukatës, e sjelljes në një stad të lartë. Ai ndikoi dhe ndryshoi shoqërinë e vet në fushën e bindjes. Dhe pastaj ndryshoi shoqërinë e vet në fushën e pozicionit shoqëror në mesin e shoqërive të asaj kohe. Fillimisht nuk është lehtë të ndryshohet bindja, besimi i krijuar. Imagjino arabët në atë kohë 600 vite me radhë kishin ndërmjet Isës a.s. dhe ardhjes së Muhamedit a.s. Dikun rreth 600 vite ata e kishin devijuar udhëzimin e Isës a.s. E kishin devijuar fen. Dhe hyllje pas hylljeje, thellim në devijim pas thellimi, errësira mbi errësira në fushën e besimit dhe bindjes, saqë erdhën dhe adhuronin idhuj, puta, skulptura të ndryshme, të cilat skulptura i marrënin prej gurve, prej drurit, prej balte, prej kështu me radhë. Edhe i adhuronin, prenin kurban për ballë tyre, u falnin, bënin rituale fetare të lloj-llojshme pranë këtyre putave. Edhe kjo ishte mbjell shekuj me radhë. Imagjino, vjen Resulullah sallallahu alaihi wasallam me këtë din madhështor, me këtë fe hak të vërtet, prej Allahut Dhul Xhelal, prej Zotit të Madhëruar, prej Krijuesit, vjen dhe i nxjerr nga rrsirat e lloj-llojshme të besimit në besimin islam të pastër, në besimin në Allahun Xhelle Xhelaluhu të pastër. Pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam arriti të eliminoi të gjitha adetet, karakteret e këqija
që i kishin trashëgu arabët në atë kohë. Arriti me i ndryshu ato në vlera hyjnore, në vlera të larta, dhe tha alayhi salatu wasalam, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, jam dërgu që t'i plotësoj normat morale. Pra, ato pak morale të mira që i kishin, t'i plotësoj, t'i shtoj, t'i plotësoj dhe t'i fuqizoj, t'i ujiti ato vlera. T'i ujiti mirë ato vlera. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të kemi dërguar, o i dërguar, nuk të kemi dërguar ty përveç se mëshirë për mbar njerëzimin, për gjitha botrat mëshirë. Alayhi salatu wassalam. Ai arriti për 23 vite me rregullu në shoqërinë e vet aspektin moral edukativ. Alkooli i përhapur gjithandej. Njerëzit jetonin, jetonin me alkoolin, me bigjozin, me tradhtit e ndryshme dhe arriti t'i nxjerrën nga këto, t'i eliminoj këto vese edhe t'i fut në moralin e lartë, në edukatën e lartë, individuale, familjare dhe shoqërore. Ai arriti të prodhoj musliman edhe jo musliman të cilët ishin në hasmëri dhe i futi në mëshirë dhe në paqë. Ai krijoi paqë në mesin e fisëve. Transmetohet se dikun rreth mbi 200 vite kanë qenë në hasmëri fisi Aus dhe Khazraj në Medinë. Ai përmes ajeteve të Kuranit, përmes kësaj feje, arriti të ndalë gjakderdhjen mes tyre, hakmarrjen mes tyre, gjakun edhe luftrat mes tyre. Arriti t'i ndaloj. Edhe përkundazi as kësaj, arriti t'i bëj vëllezër, t'i shndroj prej luftës në mëshirë, prej hasmërisë në vëllezër. I shndroj fiset arabe kështu. Edhe më të vërtet kështu ishte. Pastaj, si shoqëri të tërë, arriti ta ngrit nivelin e shoqërisë në një shtet edhe super të fuqishëm, pastaj përhapi islamin në gadishullin arabik, përhapi idenë, përhapi fenë islame dhe u bën një strukturë shtetërore arabet që nuk kishin ndru për te. As kishin pas mundësi as me ndru për te, i bërit që të jenë të dinitetshëm, me dinitet kombëtar, e fetar, shtetërore kështu me radhë. Edhe fillun pas vdekjes pejgamberit, garat pastaj edhe arriti Resulullah alayhi salatu wasalam ose Islami dhe muslimanët arritën deri në Spanjë, deri në Afrikë atje, në fund të Afrikës e Azisë së largët e kështu me radhë, u përhapi Islami anë kënd botës. Pra për 23 vite me radhë ai vendosi themelet e një qytetërimi, një civilizimi, edhe një shoqërie të pastër, individi i pastër, familja e pastër dhe e ngritur dhe shoqëria e pastër dhe e ngritur. Se cila për këtyre pikave që përmendëm, ka argumente dhe stër argumente në Kur'an, po e shfletove she. Pastaj në jetën e vetë pejgamberit, ka të lexosh jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, shembuj të ndryshëm shembuj që ta japin këtë ide, ta fuqizojnë këtë çapo themini, që ai për 23 vite arriti me bën ndryshime të mëdha në shoqërinë e vet. Kapet as këtë çështje edhe zbritën në shpirtin tonë individual, e në familjen tonë, edhe në shoqërinë ku po jetojmë. Hala shoqëria jonë merret me hajmalia, në fushën e besimit. Nëse flasim në fushën e besimit, në sektorin e besimit, hala me hajmalia, hala me çkrimi e plumb, hala me syrin e kaltër në kerr atje, në makinë të vendos syrin e kaltër ose te shtëpia, ose në qafa të njerëzve. Hala me syrat kaltër me gjëra dytësore, jo dytësore, po ato janë bestytni dhe që bindesh me besimin e pastër islam. Ende shoqëria jonë, ende vargu i njerëzve bëhet i gjatë tek falltorët. Do ja ku është niveli aspektin e besimit. Pa dash me mohu fuqinë e të rinjve dhe të rejave në aspektin e besimit të pastër që janë mush xhamia dhe në asnjë xhami në Kosovë, nuk i zen brenda. Duhet patjetër edhe jashtë me u fal. Nuk na po flasim për këtë kategori tjetër të cila me të vërtetë edhe në familjet tonë kemi njerëz që ende me bestytni jetojnë. Pastaj, në fushën e moralit, edukimit, formimit, avancimit individual dhe familjar, shoqëria jonë ka problem me korrupsionin. Shoqëria jonë ka problem me rënën, me hajnin, me dallaverin, me mashtrimin, me egoizmin. Me egoizmin, ka problem, nuk mundet mi adosh tjetrit, vllaut vet, shoqërisë vet, nuk mundet mi adosh atë që e dën për vete. Përkundrazi, mundohet me ashujt të mirat të tjetrit, e nëse nuk arrin për vete, bara ma i tjetri mos tecë përpara.
Edhe kjo mendësi është mesin e. Shoqëria jo në aspektin moral edukativ, ende lokalet tona qarkullon alkooli me të madhe, edhe po më duket në men nuk e kanë me largu alkoolin, me pastru pasurinë e vetë, që mos mi rritë vlad me pasuri haram. Edhe kemi thonë disa herë këtu, lokalet e marketeve që janë për rreth xhamis qendrore në fushë Kosovë dhe në çdo vend në cep të Kosovës, ku neve si muslimani jemi, duhet të dalim klasën e dytë. E klasa e dytë është që ti fenë islamet ta praktikosh o burri dhe jote. Ta praktikosh. Po Allahu e ka ndalu alkoolin, largomër prej lokalit, kaq, pik. Pastaj droga është për hap më të madhe. Jemi dëshmitar të shpërndarjes së drogës ku do andej, në shkolla, në lokale, droga ka përfshi shoqërinë tonë. Na jemi këta. Tash, më fal, nuk po shkoj para luftës, ama prej mas luftës që kemi dikon 25-6 vite. Edhe po rejmë gjykë se jemi besimtarë musliman. Hajde a ka mundësi me lëviz në këtë drejtim. Se cili ka djemë migjes, vlezër, motra, djemë migjes, qikat migjes, akrabalëk rreth vetës, të cilët nuk bojnë namaz, kanë problem me besimin, të ndërhyjmë pak aty, të flasim pak, të mundohemi pak. Pastaj kanë problem me aspektin e biznesit të tyre, me pastru biznesin e tyre pak, me pastru pasurin, kanë probleme fëmijët tonë me dhunën, me alkoolin, me drogën, të punojmë pak këtë drejtim se cilin familjet e vetën rrethin e vetë. Kjo është aktualiteti dhe zbritja e fesë në teren, në kohën që po jetojmë. Hajde të lëvizim këtë drejtim. More këtu në xhami na nuk jemi duke manifestu fe. Këtu jemi duke u mbush që ta manifestojmë feni jashtë mureve të xhamisë. Këtu është një adapter i fuqishëm i shpirtit, ku ti e mbush shpirtin. Këtu nuk ka praktik të fesë. Këtu kemi mu falë ritualin fetar, edhe mbushet zemra, jashtë është praktika. O të ndëruar, mos mendojmë që feja do të mu praktiku vetëm brenda mureve të xhamisë. Feja nuk praktikohet brenda mureve të xhamisë. Feja jashtë mureve të xhamisë praktikohet. Edhe ajo fe me ato vlera, cilat janë vlera, janë vlera edhe kombëtare dhe shqiptare që nuk kanë dallim, nuk po thirrën diçka që është e jashtëzakonshme edhe largët për tu praktikuar. Pastaj nivel shoqëror. Resulullah sallallahu alaihi wasallam arriti të ngrit shoqërinë e vet prej ignorancës, paditurisë në dituri dhe e bëri diturinë vlerë, e bëri drejtësinë vlerë prej vlerave më të mëdha të fuqishme mbi cilën e ndërtoi shoqërinë e vet edhe civilizimin edhe avancimin e një shoqërisë. E mbi baza të drejtësisë sigurisht i paraprin drejtësisë i paraprin një dituri. Edhe bëri diturinë farz, edhe ka thonë obligim e ka çdo musliman dhe çdo muslimane të shkollohet, të arsimohet, ta ndjek diturinë, ta nxen diturinë. Pra të arsimohet të shkollohet. Dhe në këtë shekull, në këtë vit 2025, ende pa përfunduar viti 2025, shoqëria jonë, djemt tonë, vajzat tona, për shembull më aktual i mundshëm, del gjykata jonë themelore dhe ta vendos ty, ta nxjerr vendimin që ndalohet shamia për vajzat muslimane me ndjek shkollën me shami. Më fal, çfarë po bën këtë rast? A është e vetëdijshme? Ata djemë ato vajza në atë bord të caktuar, ku nxjerrin atë vendim, mu për ata po flas, që ata janë pjesë e shoqërisë tonë. Pyetja por kishte më qenë, a kanë bëjnë me dijen ndonjë gjë? A janë ignorant apo çfarë apo kanë inate për bollë dhe ecin mbi bazat e inatit e jo mbi bazat e dijes. Nuk po thon, mund të jetë katolik, mund të jetë ortodoks, mund të jetë jahudi, pa fe mund të jetë. Ne nuk po ja kërkojmë me zor, kërkojmë me ka përfytje dhe bënu ti musliman. Jo. Na po kërkojmë vlera. Vlerat po i kërkojmë aty. Tash mbi bazat të dijes dhe të vlerës i themi, a ki vlera ti vajzë ose ti burr në atë bord që nxjerr këtë vendim, a ki dituri, a e din se shamia është farz për anën e Zotit dhe mbi bazat kësaj nuk duhet të ndalohet asnjë vajzë dhe asnjë djalë të shkollimi nuk duhet të ndalohet në Kosovë. Përndryshe ti po klasifikon shoqërinë tonë. Ti po bllokon shoqërinë tonë. Një pjesë të vajzave bën me shkollë, një pjesë nuk po bëj kam shkollë. Pse? Se e kanë shamin, do ta hekin shamin për të viju shkollën. Po ti po kufizon more. Ti po kufizon. Domethënë ju po kufizoni shoqërinë. Jo Islami, muslimanët. Ne jemi këto autokton. Dhe dalin pa fije uji në fytyrë,
vllau jon, motra jon, del në media dhe thot, ju që po falni, ju që keni shamia, shkoni në për Arabia. Këtu, a kemi të bëjmë me mos dije, me ignorancë, apo me inate, apo me çfarë kemi të bëjmë? Veç me dije s'kemi të bëjmë. Veç me dije të mirëfillt, edhe me avancim të mirëfillt, me kulturë të vendim s'kemi të bëjmë. Me çdo gjë tjetër mund të kemi të bëjmë. Ne kemi thonë këtë faltore. Nëse diçka dhe nëse një datë meriton të shenjtrohet, nëse një ditë ose një muaj meriton të shenjtrohet edhe të veçohet, meriton java e parë e shtatorit. E jo Hallovini, e jo viti i ri, e jo ajo e kjo që dim t'i festojmë dhe të bëjmë shpenzime e dalim nga vetvetja. Ajo që meriton të veçohet është java e parë e shtatorit. Pse? Për arsye se hapen dyert e shkollave, hapen dyert e simbolit të ngritjes, të avancimit, të arsimimit, të kulturës. Nuk mund ta praktikosh as fen pa kulturë dhe pa arsimim. Nuk mund t'jesh besimtar i pastër edhe i ngritur pa dije, pa arsimim. E aq më pak të jesh një i kulturuar kur s'ki ti vlera kur nuk ki. E lusim të madhin Zot që të na kthjell mendjet tona, që bijtë dhe bijat e këtij vendi të dinë ta vlerësojnë dijen e arsimimin, edhe të mos si fusin hunët aty ku nuk e kanë punën dhe nuk marrin vesh, po të këshillohen edhe të bashkëveprojnë me besimtarët e vendit dhe me shtresa tjera që i kërkojnë të drejtat e tyre, edhe të jipet e drejta e shkollimit të gjitha shtresave në Kosovë. Ne po vuajmë për shkak se shumë djemë dhe vajza nuk po kanë vullnet për me mësu, e lemo me vendos ende pranga edhe pengesa në vazhdueshmëri të mësimit. Kjo është një absurditet. Allahu na pastrof mendjet, na i kthjell mendjet edhe zemrat tona. Na bëf prej atyre që me të vërtetë dinë, mësojnë vlerat dhe ngrisin ato dhe ngritin vetën dhe shoqërinë mbi bazat e vlerave të pastërta të larta. Deri në xhumën e ardhshme, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.